A ka dashuri pas seks? Se unë thua ti, unë jo Artan Fuga. Po patjetër ka seks, e ka zbuluar Freudi këtë. Patjetër, s'ka këto janë. Ka dashuri? Patjetër pas seks. Patjetër. Ka për shembull ka dashuri. Po Freudi dhe mund të ketë kot. Po, çfarë thua? Po ja futi Freudi kot, unë i lash gjitha diplomat dhe ika në pyll. Mund t'ja ketë futur. Po ja ka të futur, unë mbarova pastaj më përzë nga studio, thoi hiks s'ke punti. Që do të thotë ka një erotizëm infantil. Ç'është erotizmi infantil landi dhe aty ke skenat e erotizmit infantil landi në libër. Po? Ai autori ka shkruar, aty i kam lexuar. Erotizëm infantil i cili është erotizëm po pa seks. Ke erotizëm senil landi, që do të thotë është një dashuri e njerëzve që mund të jenë në një moshë shumë të shtyrë, por që seksi nuk është në lojë. Patjetër ka. Patjetër. S'kam nevojë unë të marrë dhe të flas për Samuel Becketin apo për tjetrin e ata postmodernët në art, të cilët thonë që kur me iku të shi? Të cilë rëmë, s'ka përë? Jo. Kur kemi një dashuri në dramat e Shakespeare-it, dashuria bëhet e madhe, bëhet një çmenduri nga ndalesa. Nga ndalesa? Po, nga ndalesa, patjetër. Nga ndalesa. Profesor, me që më ngasmoj me këtë të moli, se kisha dhënë poshtë, po ky është personazhi që mua më ka bërë shumë për të qeshur, sepse ato dialogjet e tij, ato rrëfimet e tij, do të thënë si ai profesori i seksit që ju shpjegoni, sidomos ajo kur shkruani, kur burri ka futur krahun gruas së tij, kuptohet që eci në rrugë, që ai ishi pas zotit në shtrat. Gruaja e panështruar nga burri është një shenjë që provon paaftësinë mashkullore të burrit. Kam qeshur këtu me lot kam qeshur. Është tragjike Lëndike. Me lot kam qeshur. Unë kam qarë. Pse? Ke qarë? Po. Kur ta tregon dhe moli? Kur jam kujtuar për rrëfimet e një kohe ku marrëdhënia e burrit me gruan mbështetej në një autoritarizëm të jashtëzakonshëm. Dhe këtë e ditë moli profesori Pagrada? Profesori Pagrada, sa bukur. Profesori Pagrada. Moli. Dhe moli i dinte këto. Po i dinte se po jo moli thoshte, shkoja gruaja ti thosh, ja, ajo dallohet, thoshte që nuk do burrin, po do një të dashur. Tash ky mësim është mësim real që unë e kam marrë nga ai moli im dikur. Po unë ta thash për. Po, tu bëj pyetje këtu. Jemi dakord. Tu nuk bëj. Tani, tema tjetër që ti ka përzen dhe është edhe ajo është tërheqëse është erotizmi. Tani këtu profesor ke çar disa gjëra që erotizmi, seksualiteti dhe trupi i njeriut. Dhe për këto mund të marrë edhe 6 muaj duke analizuar seksualiteti dhe trupi i njeriut në shekuj të parë nga filozofë ndryshëm. Tani ke përshkruar trupin e femrës dhe jam befasuar në fillim, thashun profesor Fuga i njeriu serioz, që nuk flet vetëm për gjëra serioze dhe gjëra të mëdha. Aty pasaj ti ke përshkruar femrën e tjerë, po pra profesori çiki turpshëm më treguar aty. Nuk thoshe gjoksi kjo ajo, pastaj thoshe poshtë barku. Pse se shkruajte ta mama aty? Do të pyetje të fortë? Ja, shumë e mirë, po unë nuk kam një libër erotik aty, dhe përpiqem që të vendos siç bëhet në një film. Nëse ke një film i cili është një film jo banal, domethënë. Po jo banal, s'është banal ai, po është një gjini tjetër. Jo banal. Është një gjini tjetër. Është një film erotik. Unë nuk kam një roman erotik, po nuk mund të përjashtoj nga shikoj Landi, është një si të them unë, pse i ke paraqitur Lakuriç atë? Atë si kanë paraqitur unë? Jo, ti i paraqitur tu. Ai që i nxorë ty? Po. Adami dhe Evën? Po edhe atë mos zgjidhja unë? Po, edhe unë mos flisja për trupin. Do zonë. Unë jam i detyruar të flas për atë. Do zonë. Jo, po kam pasur njerëz që ma kanë thënë këtë. Po shpatem atë. Ti je burr serioze, ti. Po si mos. Ja, ke drejt, kesh. Absolutisht. Unë si lexues po flas. Absolutisht. Nuk kisha kuptim ky roman, mos shkruaj këto. Ja. Kjo kompleton, e plotson. Faleminderit. Dhe Papa Gjon Pali II
në ato homelite veta, që ka bërë në atë çdo të mërkur, ai tërë konceptin fetar mbi dashurinë, solidaritetin e nxjerr nga trupi lakuriq i njeriu. Dhe kur është fjala për lakuriqësinë e Evës dhe Adamit, lakuriqësia ka dy kuptime. Një është nudizmi, i cili është përdorimi i trupit për qëllime marketingu, prostitucioni etj. Dhe ka një nudizëm, një lakuriqësi e cila është shpreha më e lartë e sublimimit të raportit njeriut me Zotin. Profesor, janë disa marrëdhënie dhe... Kam raportin me trupi dhe turpi. Po, dhe me trupi, po. Më ngacmoi shumë dhe këto marrëdhëniet nuse vjerë, ta shumë profesorë tanë fuga flet për marrëdhënie nuse vjerë, çfarë kam nxjerr. Nusja që ankohet. Nuk jam ndjer asnjëherë në shtëpinë time. Pse jetësh kjo? Domethënë, në traditën tonë një nën e lën vetëm, e ka shkruar ti, për bën turp dhe krim. Turp, po, krim. Patjetër. Kështu ka qenë. I është dhënë lam të mirë këtij fenomeni, profesor, në Shqipëri? Unë aty tregoj se ne jetojmë në Shqipëri sot një qytetërim të ri, që si çdo qytetërim është i mbështetur në një mëkat, dhe Adrian Nuri zbulon cili është mëkati jonë, të cilët si ikim dot, siç deshti ikte Adami e Eva, që Adami ja vuri fajin Evës, Eva ja vuri gjarpit dhe kërkon të justifikohesh. Po. Dhe ky qytetërim, pse e vëmë konceptin e vjerës aty? Se vjera, nëna e shtëpisë, ka përcaktuar, ka përfaqësuar autoritetin, traditën, dhe krijuesi, çfarë bën krijuesi? Krijuesi përfaqësonte autoritetin në atë kohë. Dhe në qoftë se Eva, për arsyet e veta që i zbulon Adrian Nuri, është ajo që ngrihet kundër krijuesit dhe jo Adami, në kushtet e sotme ne kemi të njëjtin marrëdhënie. Ndaj vjerës nuk ngrihet buri, ndaj vjerës është ngritur nusja. Ke vënë re në një dhëndër të zihet me vjerën? Balzaku thoshte që aleatja më mirë. E dhëndrit? E dhëndrit është nëna e nusës, po. Për arsyet e veta thoshte Balzaku. Kurse zënkat, jo zënkat, po konfliktin e madh. Nusë vjerë, e cila solli një shoqëri që ne jemi sot, e ka Eva aktuale. Por pse e ka Eva aktuale, do të shikojmë se çfarë fati tragjik pëson Adrian Nuri në fund dhe çfarë thot. Profesor, është roman që ngre monumentin e gruas. Po. Moli ishte Plutarku ynë banal. Ose buka. Po. Plutarku ynë banal. Po. Se ju ktheva përsëri. Tani, profesor, kam nxjerr disa fraza. Plutarku te vepra e tij erotikos, i cili mëson romakëve që kur shihni një grua, mos ju vërsulni, e zhvishni, e rrihni, e përdhunoni, po ngadalë bëni ca korte, kujdes edhe me frena. Po s'kisha as frena atëherë. Jo, po i mëson. Po Moli ishte Plutarku banal. Po për ndryshe ne do ishim patjetër. Kjo është zgjedhje. Tani, kam zgjedhur profesor disa fraza, unë që më kanë lënë përshtypje dhe i kam zgjedhur nga romani. Sapo njeriu sheh një gjarpër bëhet agresiv. Ata e shpjeguam. Njerëzit qajnë sikur nuk do të qeshin më kurrë. Qeshin sikur kanë harruar dhe se dikur kanë qenë me ngashërime. E burrë. Ku Eva, ku gratë e sotme. Ku Eva, ku gratë e sotme. E thot në një personazhet negativ me siguri. Cyste të tjerë të pinin. Cyste, për këtë cyste më pëlqen. Cyste. Syt janë si kamrat infra të kuqe që njerëzit më në fund kanë arritur të krijojnë me teknologjinë e tyre, pra i përshkrimi gjarpër. I lëshonin syt si xixa. Njeriu i lëshonin syt xixa, po gjarpri i ka xixa. Ja ledhatoi sedrën, e bukur ja ledhatoi sedrën. Femra jo nazike, domethënë që kishte shumë kërkesa. Vartëse poliandrike u jepen disa shefave njëkohësisht. Kjo ishte perl fare. Vartëse vajza në punëse poliandrike. Domethënë një zyrtare atje në administrat që i jepe disa shefave. Nuk që një shef, po disa shefave. Po ka ndodhur, ka ndodhur aty në roman, ne kam gjetur. Ishte një shprehje tjetër, ma bëj hazër, ma bëj gati, ha? Jo shërbim.
Unë e di gati, profesor. Jo, po është bash, e di si thuhet gjua në gjuhën e vjetër hebrejshe? Ezër, ndihmës. Nuk është hazër. Jo, pastaj është transformuar. Ezër, hazër. Kjo nuk është turqisht. Është turqisht, po ka një rënjë që vjen. Ka rënjë. Ezër. Po ti pas ke bërë dhe studim lingvistik këtu tani, se këtu ke modalisht. Lingvistik nuk kam bërë, se duhet se jam lingvist. Po jo, si lingvist, po disa diskutime fjalësh këtu janë goxha. Për shembull, gjarpre, di si thuhet në hebrejisht e vjetër, nashah. Dhe nashah do të thotë ose gjarpër, ose mashtrues, ose propagandist. Dhe hajde gjeje ti se me çfarë kanë thënë ata. E di çfarë do të thotë Adam në gjuhën e vjetër, po ke pafund fjalë aty që janë shpjeguar në kërkimet e tij. Adam me a të vogël, nuk do të thotë Adam burr. Po çfarë do thënë? Qenie njerëzore, që s'është burr, që nuk e dihet seksi. Nuk është burr. Ndërsa dhe ai u bë burr në një moment caktuar, po e zbulon ai tipi atje. Kryeshpreja prapa çdo institucioni të suksesshëm qëndrojnë një ose disa gradë burr. Tu ndërzoa fare këtë. Profesor, ç'e ishte kjo? Po ashtu vjen. Prapa çdo institucioni të suksesshëm vin disa gradë bukura. Kjo ishte perl fare. Kjo ishte krye fraza që unë e besoj këtë. Po jo, ti e ke. Se kam thënë unë, jo, e thot ai. E kam thënë unë? E thot ai personazhi. Ai, po ti e ke lexuar librin apo? Jo, këtë e dija përpara. Secili duhet pickuar më vete, i duhen hedhur helmi si vaksinë, prodhuar vetëm për të, jo si vaksina e gripit që është e njëjtë për gjithë. Edhe kjo e bukur. Faji Adamit ishte përse dëgjoj fjalë e gruas. Profesor, ti e dëgjon fjalë e gruas? Mbasi jam marrë me këtë libër, po? Edhe mund mos përgjigjem sinqerisht me ty, unë kam zakon që nuk i përziej këto, por për respekt ndaj te, mbasi kam shkruar këtë libër, gruan time e kuptoj shumë mirë, e mirë kuptoj shumë mirë dhe e shoh në sy tjetër. Shumë bukur. Edhe kur kam kundërshtim, e kuptoj se pse ajo e thot atë. Dhe i jap të drejtë. Këtu kanë ndikuar shumë, thash, unë në këto 5 vjet jam marrë shumë me filozofet feministe amerikane, të cilat në Shqipëri nuk njihen fare. Tani kemi të drejtë. Dhe ato jo vetëm i kam lexuar, po nuk ngopesha të lexuari dhe i kam gjetur në YouTube dhe i kam ndjekur, i kam dëgjuar në anglisht, pafund, orë të tëra dëgjimesh. Kemi të drejtë në shqiptarë që i themi gruas ministri i brendshëm? Se ke dëgjuar këtë besoj këtë. Në jargonin folklorik. Ka një element të drejtë, po, ka një element, po shumë pak. Është shumë pak. Shumë pak, ë? Është shumë pak. Shumë pak. Po them Adriani gjen një gjë të madhe aty fare, gjen një gjë të madhe. Si fije më shumë ka është të pagatuara. Edhe kjo e bukur fare. Çfarë ke që çire si kryetar kooperativ? Landi, faleminderit për leximin. Ky mindes llampat e fikura. Debaton për librin 1984 të George Orwell, edhe kjo ishte foto shumë e bukur. Pastaj se diskutohet me stafin tim, të fton për kafe dhe aty prosit salep ose kakao. Kemi qeshur me gazetarët aty. Nuk i kam gëlltitur ceremonit mortore. Profesor, i ke frikë ceremonit mortore? Është ajo gruaja. Kjo. Ajo gruaja. Ajo. Ajo Lili. Ajo Lili dhe jo më kot, sepse aty ai zbulon, Lili është shoqja e Adrian Nurit dhe kanë një dramë midis tyre dhe problemi është që aty ajo ka raportin me vdekjen, sepse miti në fillim, gjithë problemi mitit është se Zoti tha, e hangret mongun, a figun? Pa si shë mundur të ashi që të hash moll dhe të fshihesh me gjithë e figu. S'e mundur ajo. Mira, ty ka pasur edhe pemë tjera tani, mollën e ha, ti e figu. Mollën dhe shkon te figu për të mulur. Sa e bukur kjo. Jo, po shiko. Po nuk, edhe mua s'm ka vajtur. Po mbulua me gjithë e figu. Po shiko çfarë themi ne. Po sa gjithë e figu asnjë fare si gjithë e figu. Po nuk është autentike ajo, po me gjithë e figu. Problemi është këtu, Landi. Në dhjat, në rrëfimin inicial, nuk përcaktohet çfarë fruti është.
E kupton ti se ku jemi tash ne? Me kalimin e kohës është thënë ç'a moll, s'ka moll. Nuk ka moll. Nuk ka moll. Unë do doja të vazhdonim më. Ja. Se ky roman ka një kufi. Unë të falenderoj shumë. Ky roman falenderoj edhe televizionin për këtë kohë, edhe ty për të rat lehtësim, për orët që ke humbur, a ke fituar. Por faleminderit se më tregove se çka ka ai libër. Do ta lexoj edhe unë. Kjo ishte më e bukur. Domethënë është i pari autori që thotë librin do ta lexoj edhe unë. Po, do ta lexoj. Për të parë. Unë uroj që ky libër të ketë sukses, profesor. Ata që dëshirojnë për ta marrë, për ta blerë, ku e marrin, profesor? Përveç Adrionit dhe librarive të tjera? Shtëpia Botuese Papirus e shpërndan në dy forma, një në formë fizike, në librarit ndryshme të Tiranës, sigurisht kryesisht e Adrioni, po dhe të tjera. Shpërndarësit fizikisht e shpërndajnë në gjithë ato librari në përrethe kur ka kërkesa nga lexuesi, por ajo që ka risi aty, Shtëpia Botuese në faqen e vet web e bën edhe shpërndarjen me kërkesë online dhe brenda vendit shpërndarjen e konsideron falas, e jep gratis shpërndarjen, kurse jashtë vendit te emigrantët sipas tarifës postës. Domethënë, nëse duhet në Greqi kaq para për atë, i shkon në shtëpi dhe e bën në mënyrë shumë besueshme, në adresën që jepet. Okej. Më radh përsëri se e harrova. Adamët dhe Evët shkruhet me të madhe? Kur nuk më shumë. Mund ta shkruash me të madhe, mund ta shkruash me të vogël, si duash. Po pse ky dyzim? Po sepse kur Adam quhet njeriu konkret, po pra, do ta shkruash me të madhe. Shkruash me të madhe. Themu, mund të jetë dhe një... mund të shkojmë Rolandët dhe Artanët. Do ta shkruajmë me të vogël? Se di, nuk e di. Se di këtë anë të gramatikës. Ja, i gjutari që ka shkruar aty më ngacmoi me këtë se nuk e di. Mund të jetë për të diskutuar. Çike diskutues me. Kurse nëse e shkruan me të vogël, Adamët do të thotë që nuk është emri i tij, po që do të thotë njeri, Adamah. Dhe Adamah, e di ç'do të thotë në hebraishtën e vjetër? Adamah do të thotë balt. Po do të thotë dhe ngjyrë kuqe. Pra ti nuk di është balta, se Zoti e krijoi nga balta. Pra kur thot Adam sa balt, sa Adam me të vogël qenie njerëzore, se në hebraishtin e vjetër burrit i thon ish. Ja, se them do të thirr. Gjermanisht ajo ish, kurse gruaja është isha. Nuk është Adam. Dhe këtu ka një histori më vete, por... Profesor, unë u kënaqa, e shijova, sepse ne edhe ndërkërkuar kështu me politik për ditë, tani bëjmë një emision dhe për libra, se libri është kultura, nuk është politika e ditës tani, themi kështu tani. Ta them unë ty, e para që kjo është shumë e rëndësishme, po e dyta është që megjithëse ju edhe ti më bët të nderë që i dhatë të hapësirë në këtë emision, ti nuk e trajtove librin dhe politikisht, e trajtove kulturalisht. Ja, tani aty, kishte ca politika aty? S'pash. Unë kam kapë. Ajo e betonit shumë, politika shë? Patjetër, unë konsideroj meritën tënde që ti atë e na shkalove dhe erdhet elementet kulturor, simbolik. Se aty kishte, ajo e betonit, industria e betonit. Ti po të doje, futesh atje dhe e bëj gjoja për librin, po bëje politikë. Ti e evitove dhe unë të falenderoj për fisnikrin që tregove, kaq. Profesor, edhe një falenderit. Respekte. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga unë Roland Qafoko, mirupafshim.